Sot më 24 qershor bashkohet dielli me Jupiterin në gradën e tretë në mënyrë të përkryer dhe sot njihet si një nga ditët më fatlume apo më me fat të vitit dhe gjatë kësaj jave temat që lidhen me gaforen siç janë ndjenjat, familja, përkujdesja, shtëpia, mbrojtja, nostalgjia, rënjët dhe siguria janë në qendër të vëmendjes dhe tani janë të lagura në atë dritën optimiste të Jupiterit dhe duhet të jemi mirënjohës për bekimet që kemi në jetë, njerëzit që kemi takuar, familjarët tanë, vendet ku kemi shkuar, kujtimet që kemi krijuar gjatë rrugës sonë, të gjitha kanë ndihmuar në atë formësimin e atij personi që ne jemi sot. Dhe me Mërkurin që ndikon në këtë lloj shtrirje planetare, sepse Mërkuri ndodhet te Gaforia, është një kohë e mrekullueshme për të shkruar, për të planifikuar, për të hartuar strategji, për të komunikuar në një mënyrë efektive emocionet tona. Shumë mund të planifikojnë udhëtimet e tyre gjatë kësaj periudhe, zhvendosjen e tyre të ardhshme, ose të udhtojnë. Ky lloj bashkimi planetar në fakt na mbush me nostalgji, me fat, me lumturi, me një ndjenjë mirëqenieje dhe shikoj shkëlqyer për të tërhequr fan, prosperitet, lumturi familjare apo të treja bashk dhe kushdo që dëshiron që të blej apo të shes një pronë, mund ta marr me një çmim shumë më të mirë se sa pritej apo mund ta shes me një çmim goxha të mirë. Të shkoni në intervista pune, në audicione, është e favorshme, është gjithashtu një kohë e mbarë për të nisur një biznes, një podcast, për të hapur një faqe interneti, lajmet emocionuese në lidhje me fejesat, me martesat, me shtatzanit dhe birësimet gjithashtu mund të mbërrijnë rreth këtyre ditëve.